Debati mbi integritetin e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë është rindezur pas publikimit të pretendimeve për parregullsi në rastin e gjyqtares së posaçme Irena Gjok. Rasti ka tërhequr vëmendjen publike dhe mediatike, duke rikthyer në fokus transparencën dhe besueshmërinë e mekanizmave të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Sipas raportimeve mediatike, përveç çështjeve të ngritura më herët mbi formularin e dekriminalizimit, janë bërë publike dhe dyshime lidhur me deklarimin dhe justifikimin e pasurisë së gjyqtares. Këto pretendime ndonë se ende të pakonfirmuara nga institucionet zyrtare kanë shtuar interesin për mënyrën se si janë trajtuar dokumentat dhe provat gjatë procesit të rivlerësimit. Një nga pikat më të diskutuara lidhet me pretendimin se një dokument i ish komisionerit publik, i cili kërkonte shkarkimin e gjyqtares për probleme me burimin dhe justifikimin e pasurisë, nuk figuron më në dosjen zyrtare të procesit. Nëse konfirmohet një zhvillim i tillë, do të ngrinte pikpyetje serioze mbi administrimin e dokumentacionit dhe gjurmëshmërinë e vendimarrjes institucionale. Më tej raportohet se ankimi ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është tërhequr nga pasuesi në detyrë i komisionerit publik, duke i hapur rrugë konfirmimit përfundimtar të gjyqtares në detyrë. Ky veprim procedural është parë nga disa analistë si një moment kyç që kanë ndikuar drejt për drejt në rezultatin final të procesit. Këto zhvillime kanë shtuar pikpyetje mbi transparencën e procesit të rivlerësimit, rolin e institucioneve të vettingut dhe standardet e ndjekura në trajtimin e rasteve sensitive. Ekspertë të fushës së drejtësisë theksojnë se besimi publik tek reforma në drejtësi lidhet ngushtë me qartësinë procedurale dhe aksesin e plot në informacionin zyrtar. Deri në këtë moment nuk ka një reagim zyrtar nga institucionet e vettingu, përfshirë Komisionin e Pavarur të Kualifikimit apo komisionerin publik, si dhe as nga vetë gjyqtarja Irena Gjoka, lidhur me këto pretendime. Pritet që në çdo sqarim institucional të ndihmojë në hedhjen e dritës mbi çështjen dhe në adresimin e shqetësimeve të ngritura në opinionin publik.